Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka ngritur akuza të reja ndaj kryeministrit Edi Rama, duke u ndalur te përdorimi i avionit në dispozicion të tij. Berisha tha se 140 fluturimet e kryera në 2 vite kanë ngritur dyshime në nivel evropian. Ai u referua një deklarate të një europarlamentari çek, të cilën cilëson se një zhvillim të rëndësishëm, ndërsa kërkoi që mediat të pasqyrojnë atë pa censur. Berisha paralajmëroi gjithashtu se Partia Demokratike do të rikthejë kërkesën për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar, sipas tij, transportin e parave e drogon me avionin privat të kryeministrit. I bëj thirrje prokurorit publik të Bashkimit Evropian, prokurorisë publike, të ndërmarrë me një arretime për këtë problem të merrsisht shqetësues. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen në hetimet më serioze. Edi Rama që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës që mbushin avion me kartë monedha dhe i sillnin në banka të ndryshme. Ky hetim ka një vlerë dhe rëndësi të jashtëzakonshme për shqiptarët. Partia Demokratike do vazhdojë kërkesën e saj për hetimin më të plot të mundshëm. Më tej Berisha u ndal edhe te protesta qytetare, duke cilësuar si shpresën e vetme kundër qeverisë Rama. Ndaj dhe ajo që mbetet si shpresë e vetme, kryengritja e fuqishme paqësore popullore. Gjë në largimin e Edi Ramës. Shfrytëzoj rast për të bërë thirrje të gjithë antarëve të Partisë Demokratike, mbështetësve të kësaj partie, të mbështesin me të gjitha mundësitë dhe pas një rezervë protestën rinore qytetare, e cila po bën 50 sa ditë pa ndërprerë kundër narkodiktatorit të Tiranës dhe regjimit të tij. Në përfundim, Berisha u bëri thirrje antarëve e mbështetësve të Partisë Demokratike që të bashkohen në protesta qytetare, duke cilësuar atë si rrugën për të kundërshtuar qeverinë.